Me siguri gjatë ditës së nesërme në seancën e kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti do të propozojë që BDI-ja të formojë qeverinë me VMRO-DPMN, por kryeministër të jetë ish-ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski, shkruajnë portalet maqedonase. Sipas tyre, Nikola Gruevski dhe askush nga funksionarët e VMRO-DPMN-s janë nënhetime të mos jenë pjesë e qeverisë. Sipas marrëveshjes për të cilën nuk është konfirmuar ende sa është arritur, krye parlamentar do të jetë Talat Xhaferi. Bashkimi Demokratik për Integrim do të fitojë edhe Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Drejtësisë dhe Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. Burime partijake për këto portale pohojnë se në lojë kanë qenë shumë të mëdha parash dhe shantazhime, por puna nuk është kryer. Problemi më i madh është kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, i cili ka kundërshtuar planin dhe ka kontrolluar edhe 2 deputet. 3 ditë para përfundimit të mandatit të Nikola Gruevskit për formimin e qeverisë së re. Partitë politike të paktën zyrtarisht nuk njoftojnë për ndonjë lëvizje konkrete në këtë drejtim. Përfaqësues të VMRO-DPMN-s disa ditë me radhë japin të njëjtin qëndrim se kreu i tyre ka autorizim të plot për të vazhduar negociatat, por nuk japin detaje për takimet dhe pikat rreth të cilave po zhvillohen bisedime. Kryetari i LSDM-s Zoran Zaev përret lideri i VMRO-DPMN-s më 29-in ta kthejë mandatin dhe LSDM-ja të jetë parti e cila do të formojë qeveri të ardhshme. Maqedonia ndodhet drejt një obligimi serios për zbatimin e prioriteteve reformuese, të cilat dalin nga raportet e Pribes dhe Komisionit Evropian, ndërsa të cilat do të kontribuojnë drejt kthimit të proceseve demokratike në vend. Këtë obligim serios mund ta zbatojë vetëm një qeveri e re dhe përgjegjëse e formuar sipas vullnetit të shumicës së qytetarëve për ndryshime. Prandaj presim se më 29 janar Nikola Gruevski do ta kthejë mandatin dhe se Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë do të jetë partia e cila do të formojë qeveri, e cila do të punojë në interes të gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë, ka thënë Zaev. Gjatë ditës së nesërme në Reqis të vogël, pritet të ndodhë një dramë e vërtet. Nuk do të jetë as pak qetë edhe në shtabin e VMRO-DPMN-s. Një numër i madh i simpatizantëve të VMRO-DPMN-s nuk besojnë se Gruevski do të tërhiqet nga funksioni i kryeministrit. Akoma nuk dihet se BDI-ja do t'i përmbahet platformës së nënshkruar në Tiranë me partitë tjera shqiptare, apo do të vendosë vetë që të bëjë koalicionim.